llogaridhënies në rastet kur nuk zbatohen këto reforma? Po, sigurisht që po. Dhe a janë funksional? Ne kemi mekanizma që është fillim të ndërtuar mirë, janë atë dhe janë në veprim të plot. Tashmë, çka duhet më ndodh, që më lënë të shpjegoj është që në mungesë të një veprimi të cilët kushdo nga një titullar institucioni nëse nuk arrin të përmbushë të ush mandatin në zbatim të këtyre reformave, ka dhe mekanizma dhe janë të zbatueshëm ato në kuptim të asaj se kush është përgjegjësia jote kundrejt një reforme të caktuar. A ka ndonjëherë masa që e marr ndaj zyrtarëve të caktuar, përgjegjësve të caktuar që nuk i kanë zbatuar reformat? Tash, ne kemi një farbazë ligjore ku themi qoftë delegimin e kompetencës, po në anën tjetër edhe mbikëqyrjen e atij se të është deleguar një kompetencë e caktuar për të kryer detyrë të caktuara. Dhe nëse në fund të çdo kuadër strategjik po e flas, bëhet një farë vlerësimi, një farë analize e punës dhe të sheh që rezultatet kanë munguar sigurisht të kemi drejtuar tek institucioni rrjedhëmisht tek ai që ka qenë përgjegjës për zbatimin e tyre ose jo. Kjo derivon me një atë që ne e quajmë në kuptimin e rendit hierarkik të dokumenteve, planifikimi dhe plani punës, qoftë për institucionin dhe pastaj një plani individual të personit përgjegjës. Dhe këto aktivitete sikur derivojnë pastaj, ka një farë shkallshmërie deri në planin tim individual të punës dhe nëse ato kanë reflektuar atë dhe s'janë zbatuar sigurisht që për mua minimalisht do të jetë një vlerësim negativ i performancës dhe në anën tjetër nëse dëmet janë të mëdha sigurisht mund të shkojë edhe deri në marrjen të mosave të tjera ndaj zyrtarëve që duhet të kryejnë obligimet e tyre. Faleminderit, zonja Ramaj, e shohim si nëse ki diçka zoti Marmullakaj. Desha shtoj. Çështja e administratës publike dhe në përgjithësi edhe aspektet e tjera, të cilat edhe janë të potencuara, ka të bëjë me faktin që është e vërtetë që ne kemi një administratë të re dhe ndoshta kultura e administratës është në proces e sipër të vendosjes. Problematika është që ne vazhdojmë të bëjmë testime politike dhe riaranxhime politike të panevojshme. Reforma në administratë publike ka filluar në 2019 me pakun e ligjeve të administratës publike. Dhe si rrjedhoje e këtyre riaranxhimeve në vetëm ligji për zyrtar publik 2 herë ju kanë nënshtruar testit të gjykatës kushtetuese dhe është gjetur pjesërisht jo kushtetues. Pastaj e kemi aspektin e një çështje që e përmend edhe raporti për vendin i Komisionit Evropian, thotë që administrata publike ka një dozë të lartë të politizimit. Dhe kjo është evidentuar pasi që ndryshimet që janë bërë në pakun legislative, me thekë të veçantë në ligjin për zyrtar publik, e heq elementin e karrierës në shërbim civil dhe e bën me afat të caktuar elementin e karrierës. Do thot pozita specifike në kuadër të shërbimit civil tani më janë me afatet të caktuara. Do thot një pjesë e madhe e pozitave. Kjo çon në politizim të administratës publike dhe është një riaranxhim i panevojshëm i shërbimit civil, gjë për cilën edhe për ligjin aktual për zyrtar publik kujtoj që Komisioni Evropian dhe Sigma kanë dhënë opinione kundërshtuese ndaj aranzhmaneve që janë bërë në kuadër të këtij ligji i cili tani është në fuqi. Dhe të gjitha këto aranzhmane bëhen pa një evidencë. Do thotë nuk ekziston një planifikim i mirëfillt, një analizë e mirëfillt e cila i paraprin një aranzhmani të tillë. Kemi rastin tani apo në 2020 kur bëhet një riaranzhman i tillë dhe qeveria të kurret në 15 institucione qeveritare ku bashkohet për shembull Ministria e Punëve Brendshme me Ministrinë e Administratës Publike. Dhe vlerësoj që një prej elementeve pse ne si vend nuk e kemi kap momentumin e duhur në reformat e nevojshme me theks veçantë këtu në reformat në administratën publike ka qenë ky bashkim i Ministrisë së Punëve të Brendshme me Ministrinë e Administratës Publike dhe si rrjedhoi nuk ka pas fokus të mjaftueshëm nga ana e spektrit politik apo kisha me thonë fokus negativ në procesin e reformës administratës publike. Tani, pas
pas 5 viteve, po e njëjta strukturë politike, e bën rearanxhimet politike duke rrit numrin e ministrive në 19 ministri. Instituti i Kosovës për Drejtësi e ka bën pyetjen tek zyra kryeministrit se pse është bërë ky aranzhim dhe me çfarë analize apo me çfarë arsye është rrit numri i institucioneve, mirëpo pavarësisht kalimit të afateve, ne s'kemi marrë një përgjigje deri me tani. Do thotë dhe vlerësojmë tani në mungesë të një përgjigje adekuate, vlerësojmë që disa elemente janë duke u bë pa analizat e nevojshme me theks veçantë në kuadër të reformës së administratës publike. Faleminderit zoti Marmullakaj. Natyrisht në këtë emision ne kemi ftuar edhe përfaqësues të nivelit politik që ta diskutojmë këtë temë, por që qytetërisht nuk kanë gjetur kohë që na bashkangjiten përkundër rëndësisë së temës. Po ndalim tek ju zonja Ramaj, atë që fillova që deshta me ju pyet. Qysh e vlerësoni rolin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve, shoqërisë civile dhe donatorëve për të pasur një progres real dhe të qëndrueshëm në këto reforma të rëndësishme? Mendoj se ky bashkëpunim është vendimtar, nëse definitivisht dojmë me kriju sistem të qëndrueshëm dhe funksional. Bashkëpunimi ndërmjet institucioneve, shoqërisë civile, faktorit ndërkombëtar në këtë rast, po edhe bizneseve, duhet të jetë real. Çka nuk kuptoj me pjesën real është që institucionet janë përgjegjëse për hartim dhe zbatim të ligjit, po në rast se nuk ka një rol këtu për shoqërinë civile, për bizneset, të cilat e përfaqësojnë anën tjetër të shoqërisë, atë nuk besoj që po dhe përvoja na tregon që rezultatet nuk janë të qëndrueshme dhe nuk janë reale. Shoqëria civile, më unal specifikisht te kjo pikë, për shkak se këtu edhe ne si ambasadë investojmë shumë, luan rol kryq që ta siguroj që ka transparencë, çfarë do procesi që fillon. Gjithashtu është përgjegjëse edhe për monitorimin, edhe i mban faktikisht institucionet përgjegjëse për rezultate konkrete. Përvoja jo vetëm në Ballkan, po edhe kudo që shikojmë në Evropë tregon që në rast se të tre aktorët nuk punojnë së bashku, atëherë është problem. Për këtë arsye, mendoj që reformat janë më të qëndrueshme kur ka zbatueshmëri në praktik, kur i gjithë procesi është gjithë përfshirës. Tek pjesa e donatorëve, mendoj që pjesa e duplifikimit të ndërhyrjeve është shumë e rëndësishme. Edhe këtu luajmë rol secili në përmirësim. Aty ku është nevoja, aty edhe të ketë ndërhyrje. Pjesa që e përmendi edhe zoti Marmullakaj edhe është pjesa e matjeve, sepse kemi parafaqim të argumenteve në të dy anët. Mendoj që pjesa e matjeve të rezultateve, gjithmonë duke shiku në një rezultat afatgjat, është kruciale. Po në rast se nuk ka një bashkëpunim nga gjitha aktorët përfshirës që luajnë rol, mendoj që nuk mundemi me llogarit në rezultatet të cilat janë të matshme, të prekshme, po dhe afatgjate në proces të shtet ndërtimit. E qartë, zoti Marmullakaj, çysh reflektohet kjo nevojë e bashkëpunimit edhe në gjetjet e analizës tuaj? Po, nevoja bashkëpunimit është, në fakt, nevoja bashkëpunimit për vendet tona në përgjithësi dhe për Kosovën në veçanti, nevoja bashkëpunimit është shumë i madh. Pasi që kemi hapa të ndryshëm të vendeve që kanë avancuar në procesin e integrimit evropiane, dhe këto vende mund të shkëmbejnë përvojat dhe praktikat e tyre në procesin e integrimit evropian. Për shembull, një nga kërkesat për procesin e integrimit evropian është edhe përkthimi i legjislacionit. Do thotë duhet të përkthehet i gjithë legjislacioni i një vendi në gjuhën angleze, dhe kjo mund të bëhet duke shkëmbyer përvojat. Në rastin Shqipëria është më avancuar në procesin e integrimit evropiane dhe kjo mund të shërbej edhe Kosovës. Do thotë që përkthimi i legjislacionit, qoftë legjislacionit të Bashkimit Evropian në gjuhën shqipe apo ana sjelltas, mund të jetë një nga elementet që shkëmbehen. Po ashtu
janë sfida specifike me cilat institucionet ballafaqohen dhe të gjitha këto janë subjekt i negociatave të detajuara në procesin e integrimit evropian. Duke marrë parasysh që Kosova është më pak e avancuar në këtë proces, mund të përfitojnë nga vendet e rajonit. Për me tepër në rastin e Kosovës, është edhe çështja e dialogut. Kosova e ka edhe dialogun si një kriter të procesit të integrimit evropian që ndërlidhet në kuadër të kapitullit 35. Dhe si rrjedhoi Kosova është e obliguar që të ketë një bashkëpunim të mirë rajonal me të gjitha vendet, me theks në veçantë me Serbinë. Prandaj nevojitet që të krijohet një grup i interesave cilat i paraqiten drejt këtyre vendeve që janë më të avancuara. Ka edhe elemente të ndryshme, shoqëria civile është shembull i bashkëpunimit rajonal dhe vlerësoj që institucionet qeveritare mund të marrin përvojat e shoqërisë civile në kontekst të bashkëpunimit dhe të bashkëpunojnë edhe në ato nivele në mënyrë që të përafrohen me afër dhe të kenë më të lehtë rrugtimin e përafrimit me Bashkimin Evropian. Zonja Ramaj,